طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek tema fikhut, umdatul ahkam, baza dispozitave. Kemi arritur tek kapitulli i gjenazës. Autori i librit thot, emri gjenazës i atribuohet të vdekurit edhe shtratit. Don gjenaze i bjen që i atribuohet të vdekurit edhe shtratit. Thot me gjithë të vdekurin brenda. Normalisht për gjenazën, për të vdekurin ka shumë dispozita që duhet me ditë muslimani, apo se musliman, se pja dërzon shpirtin Allahu subhanahu wa taala, duhet me di çfarë dispozita i vijnë njeriut në atë kohë. E kush i bën këto dispozita që ta paraorësit e tij? Nëse baba të vdes, ti duhet me di çfarë dispozita ka. Qysh duhet m'ia fal namazin e gjenazës, çka më bë, qysh m'ia bë. Këtu janë përmendur namazi i gjenazës, larja, qefinosja, varrosja, ndërsa haku i tij që lidhet me parat do të shqyrtohet tek vasieti edhe trashëgimia. Është haku i të smurit, se ka Sheh Albani e ka një libër gjenazja, e keni tek biblioteka ajo Nektari i Sheh Albanit, edhe ka një libër për gjenazën. Ato e trajton krejt para se me vdek muslimani deri në fund kur deri tek ngushëllimi. Krejt e trajton Sheh Albani me një libër. Mbi 100 faqe. Është hak i muslimanit që kur është i smut me shku me vizitu. Salatu Allah berekata. Bile, ka një hadith pejgamberit alayhis salam, ku Allah azza wa jall i thot robit vet, thot, unë isha i sëmur dhe ti nuk erdhe me më vizitu. Subhanallah, çfarë hadith madhështori. Unë isha i sëmur, thot Allah. Thot, ja rab ti i smuta. Po thot, robi im ishte i smur dhe ti nuk erdhe me më vizitu. A e din çfarë shpërblimi të madh ka kush e viziton një smur? Sa ka shpërblimi pas ismet? 70.000 melek lutën për ty vllai jem nëse shkon edhe viziton një smur. Edhe subhanallah që shoh sistemi nervor. Kur të shkon që shkon hadith pejgamberit alayhis salam tek robi, tek i smuri, kur ta sheh, thuj o, pas ka kalu krejt mërë ty? Ti ko kesh nosh mëre? A keni vrejt vllazni kur shkoni te mjeku? Gjithat dhimbët e keni, apo ku e diu në sa probleme keni, kur ta shihni të buzëqeshur mjekun, edhe t'jep këshillat hiqet krejt. Thuti ta eki me dorë. Kjo që është njëri, apo vreni? Kjo që është njëri. Këtë është e lidhme me tru, subhanallah. Nuk po themi që po të hiqet smundja, por se me sistemin nervor është e lidhëm çdo sen. Po funksionoj mirë sistemi nervor, këto gjëra tjera janë ma lehtë pastaj. A i keni vret të sëmurët. Kur një njeri smuhet, halo ma shumë smuhet pastaj nga mërzia. Pse se mërzia, sistemi nervor ndikon tek imuniteti. Imuniteti dobësohet si shkak i sistemit nervor që s'po din me menaxhu mirë problemin, mërzin, atëherë ty kur imuniteti të bjerë, aktivizohen ma shumë qelizat kancerogjene, aktivizohen ma shumë viruset, bakteriet, edhe smuhesh ma shumë. Ku problemi? Problemi është që i ke marrë nga zemrës shumë. Dërsa ka njerëz të tillë ka kancer, sa cakton Allah ça. Vazhdon sen. Hiç si bëhet vonë. S'po themi që nuk vdes ndoshta. Vdekja është në dorë të Allahut. Por se nuk e sheh mazon, musaritu, muasi, dërsa disa të tjerë nga tuta çka bën, këtë lëshohen. Andaj shumë ka rëndësi kur të shkoni tek i smuti, më thon mashallah jeti mëre, shumë rëma keq e kon, shumë ku ke bo mirë, kësi rast e lejohet. Mi dhon kurajo, që ai me menu që një me është mirë. Apo. Pastaj thot, është haku i të sëmurit që vëllezërit ta vizitojnë dhe të fusin gëzim në zemër. Thot, nëse është në gjendje të rrezikshme, ti përkujtohet teubja, pendimi, shlyrja borxheve, vasieti, sidomos në rastet kur është wajib qartësimi i tyre. Më thonë është mirë që kur ta sheh që është shumë smut, mja përkujtu të mirat, teuben. Mja përkujtu nëse ka borxh, mja marr ti, mja kry borxhin,
apo fëmijës vetë mja përkujtu, sepse borxhi nuk falet, këtë sene të falen, ditën e gjykimit borxhi nuk të falet. Andaj, haku ndaj Allahut dhe haku ndaj robit ka dallim. Haku ndaj Allahut, Allahu zgjedh me dash ta fal. Valla, robi s'ta fal. Nëse s'ta fal, nëse ja kërkon Allahun ta fal, kryet puna. Por nëse shkon me hak të robit, pa i kërku halal, në ditën e gjykimit kam i ti martë mirat, ti jep gjunaat. Çështja është e rrezikshme. Po ashtu nëse ja shtafruar vdekja, nëse je pranë ti, çka kanë thonë ulemaja, përkujtoja shahadetin. A më përkujtu para vdekjes ama vdekjes? Çfarë po thoni? As pishini o gjallor ti që thët kull la ilaha illallah ty në varejza? Po a i pithot? A i keni po? E qesin, shkon gjemati kret, edhe veç afrut të vurë, thët kull la ilaha illallah. Thuaj la ilaha illallah. Jo që këtë talkini është para se me vdik. Jo pasi që të vdes. Jo pasi që të vdes. Sa i mo e ka kry punën e ti. E ka kry punën e ti. Qysh me thonë shahadetin? A mi thonë ati thuj la ilaha illallah? Apo ulema e kanë thonë është mirë ti me përkujtu. La ilaha illallah, Muhammed Rasul i kujtohet ati. Edhe e thëtë. Thonë është ma mirë kjo. Njërë indirekte mja përmend shahadetin. Pastaj thot, kur njeriu vdes i mbyllën syt, thot, se zakonisht vllazni kur vdes personi, shpirtin çka e shikon nëpërmjet shikimit del shpirti, se e shes subhanallah. Çfarë të merr i madh është kur vjen me laçë dorëzoj shpirtin. Sa vjet ke jetu 70 vjet, 20 di, edhe shpirti i mirë del shpejt. Shpirti i keq vllazni, kanë thonë ulemaja, sillet në për trup edhe tërhek fuqishëm me laçja prej trupit, se s'do me dal. E kanë shembëlly me një lesh të shprishur, apo të lekt, që vendoset me do therra. Edhe që ky lesh ka mu hek prej therrave. Që kjo është shpirti pa besimtarit kur del prej trupit. Para mëna. Çfarë të merr i madh. Vështërsi e madhe dalja shpirtit është për besimtarin, e lërë mo për pabesimtarin. E lërë mo për pabesimtarin. Andaj du të më mundu për qatë ditë me punu. Se më nuk ka këthim mbrapa. Thot i mbyllën syt, i drejton gjymtyrët se janë të ngrohta, nxitot në përgatitjen e tij nëse nuk ka ndonjë dobi në vonim. Vllazni sepse bllokohen duart, këmbët. Si të vdes i mbyllën syt, ja mbyll syt, i drejton duart, këmbët dhe vazhdon. Pastaj thot larja të vdekur që finosja, mbajtja, varimi janë farz kifaje. Çka është farz kifaje? Çka është farz ain? Nëse një grup e bën, bjen përgjegjësia e tjerëve. Nëse asnjëri nuk e bën, krejt janë gjunaqtar. Se është farz kifaje, sikur që është namazi i xhenazës. Namazi i xhenazës falet me 4 tekbire, pas tekbirit të parë lexohet Fatihaja, pas tekbirit të dy lexohen salavatet, domethënë përshëndetja që i jepin profetit alayhis salam, pas tekbirit të tretë bëhen lutjet për të vdekurin dhe pas të katërt bëhet një pauzë e shkurtër dhe jepet selam. Bukur. Të na dini që namazin e xhenazës që falet tek ne nuk thuhet suratul Fatiha. A e dini? Në për xhamia të na. Pse bëni pyetje, pse nuk thuhet? Pse? Konsideroj si lutje namaz. Që kjo është mirë se po vjen derse spi asi. Tankon është në derse, normalisht për din. Qashtu është. Se hanefit vllazni e kanë bindje që namazi që xhenazës, kjo nuk është namaz. I thojnë dua kësaj. I thojnë dua edhe për atë arsye nuk e konsiderojnë pjesë të duas. Ndërsa pejgamberi sa çka ka thonë, nuk ka namaz pa Fatiha. Salatul janaiz është. Qysh? Gabim është, po dhe gabim. Duhet më thonë Fatihaja. Jo, të na nuk e thënë Fatiha. Nuk e thënë, për një herë subhani keni kia dhe për një herë shkojnë salavat, e thënë Allahu Akbar, shkojnë salavat. Po, ato po.
Tekbirat po. Po. Domethënë nuk e thojnë Suratul Fatiha. Është pjesa hanefive, nuk diskutohet kjo. Ka pjesë me thebit është, ka mendimet me thebit. Do nuk është, por se na jemi fanatik, themi që është gabim. Kaç. Pastaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thot, nga syneti pohotë se pejgamberi sa kur varrosej ndonjë shok, qëndronte në këmbë pranë varrit edhe thoshte, lutni qëndrueshmëri për të, sepse ai tani po pyetet. Lutni Allahun subhanahu wa taala për ta, sepse tani është u pyet ai në varr. Kanë ardhur argumente që i vdekur i pyetet në varr dhe sprovohet dhe se duhet të bëhet lutje për ta. Tash e kemi, kjo është si hyrje, tash e kemi hadithin namazit të vdekurit të papranishëm. A lejohet mi afo namazin nëse nuk e ki përballë xhenazën? Lejohet, s'lejohet. Ebu Hurajra transmeton, thot se pejgamberi sallallahu radiallahu anhu, thot na dha haberin e vdekjes së Nejashiut. Ditën që vdiq, doli ai në vendin e falës, u rreshtua me të tjerët dhe dha 4 tekbire. Domethënë ja ka falë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ajo është falë një Gjashiut, që ja pas ka falë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Jo, se ka dik, jo në mesin e muslimanëve, po ai ka pranuar Islamin, alhamdulillah. Hadithi tjetër, Xhabir radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fali namazin e xhenazës në Gjashiut, e unë isha në rreshtin e dytë atë të tretë. Këto janë hadithet. Kuptimi. Nejashiu ishte mbreti i Etiopisë. Thot, a i dha dorë e ndihmoj sahabët që emigruan vendin e ti. I kanë ndihmu. Për kundër asaj që ka qenë një musliman, pastaj e ka pranu Islamin, po fillimisht nga dhuna e tepruar, persekutimet të tepruara të mushrikëve, a i e ka qelë derën dhe i kanë ndihmu muslimanët. Allah subhanahu wa ta'ala e shpërblet me çka? Me pranim të Islamit. Kjo është edhe një argument, edhe një argument tjetër, që disa vllazni, kur i shohin disa vëllezër apo motra që agjerojnë dhe nuk falin namaz, i thënë, kote kiti, agjerove sa agjerove së pranohet agjerimi pa namaz. I ki këto disa fetva, me gjithë respektin që një pjesë ulemave kanë këtë mendim, është një rast të pejgamberi alayhis salam një person e ka pranuar Islamin. Edhe adi që i ka thonë, pejgamberi sasam, ti thot në gjahiliet, në idhujtarisëm, duke qenë mushrik, ti thot, ke bo mirë, ju ke ndihmu njerëzve, ke dhonë hua, ja u ke falë njerëzve huan. Po i ka qenë mushrik. Mushrik, a i pranohet mushrikut vepra për botën tjetër? Jo si pranohet. Adi që i thot Muhamedi sasam? Ndoshta thot që ke vepër e mirë ti që e ki bo, tek njerëzit, humanizëm që i thojnë. U bo sebeb që ke vepër e mirë ti me pranu Islamin. Na e dim se rregull, kafirit nuk i pranohet e mira. Po çka themi? I pranohet e mira në kontekstin që në çdo dynjë Allah zgjeli ashton pasuni. Ama botë tjetër s'ka kur zhoj. Nuk ka kur zhoj. Po pejgamberi sa thot ndoshta që ky vepër e jotja e humanizmit u bo sebeb që ti e pranove Islamin. E mirë vllai jam, pse s'pellon ti me agjeru, pse s'pellon me agjeru ato? Edhe pse ki mendimin që ai që s'fal namaz është kafir. Lele ta agjeron se agjerimi bëhet sebeb ai janis namazit. Ç'a po flet ti? A di që ka raste mund kanë kallëzu që e kanë lënë agjerimin. Me çto fetfa? E kanë lënë o vlla. Që kom 15 satun e ndill më këput, edhe në fund s'pëm pranot, agjerimi unë më agjerua, jo, mërë s'pa agjerua hiq. Kafir se kafir, bile hiq, kafir për bona tamam. Nuk bënë është dhe vlla. Edhe nëse e ki mendimin, rruju miletin. Nuk shkon kje punë kështë. Hikme, urtësi. Pastaj thot, a i dha dori, ndihmoj sahabet. Atëherë, kur u vështërsua gjendja, kur Kurejshet i ngushtuan atë shumë musliman në Mekke, në këtë kohë banorët e Medinës nuk kishin pranuar Islamin, si ishin musliman ata. Dhe thot çfarë? E Nejashiu i priti me derë të hapur këta. Thot e donte të drejtën, e largoi mendjemadhsinë prej vetës, dhe thot e pranoi Islamin, vdiq në tokën e vet pa e parë pejgamberin alayhis salam. Pranoi Islamin, po se kishte pa Muhamedin alayhi salatu wassalam, nga mirësia që kishte ofruar muslimanëve, thot nga prestigji i madh i tij, thot
nga të qenërit e tij në një tokë apo vend që s'ia falnin xhenazën, pejgamberi alayhis salam i informoi shokët për vdekjen e Nexhashiut, atë ditë që i kishte dalë shpirti, doli pejgamberi alayhis salam me shokët e vet edhe ja fali namazin Nexhashiut. Ja fali namazin Nexhashiut. Bukur. Mendimet e dietarëve për sa i përket namazit të xhenazës së të papranishmeve. Çka thënë mëthebet kur na e dim, ja u falim xhenazën njerëzit që i kemi përballë, apo çitët xhenazë të falet. Kemi falë në herë në pap kur s'ka qenë xhenazja? A keni pa më në xhami që e fal? S'keni pa. Çish ka thot Ebu Hanife dhe Imam Maliku. Imam Ebu Hanife dhe Imam Maliku thot nuk ligjësohet. Këta kanë mendimin që s'bën mja u fal. Këta kanë mendimin që s'lejohet mja u fal namazin nëse nuk është prezent xhenazja. Haditheve që shërbejnë si argument kundra mendimeve të tyre, ata u përgjigjen se thotë kjo specifike për pejgamberin. Kështu thon këta. Dy alima të mëdhenj të muslimanëve. Pastaj Shafiu dhe shokët e Imam Ahmedit thonë se ky namaz është i ligjësuar, pasi hadithat janë sakta. Nuk bim argumenti që është specifike për pejgamberin alayhis salam. S'ka. Atëherë mirë për boskja. Nëse pranojmë se ky veprim është specifik, veç për pejgamberin alayhis salam, jo për të tjerët, atëherë është i domosdoshëm argumenti, gjë që nuk ekziston ky argument. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah është mesatar në këtë çështje dhe thotë, nëse të vdekurit nuk i është falur xhenazja. Ç'sa bukur është çfarë? Nëse të vdekurit nuk i është, tash, mëdhëbi i Ebu Hanifës dhe mëdhëbi Maliki, çka po thotë? Nuk falet. Po hadithi çka më bë? Po hadithi është specifik. Mëdhëbi Shafi dhe shokët e Imam Ahmedit çfarë thonë? Thotë bën mja fal. E Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah i merr të dy mendimet e këtyre katër mëdhëbeve edhe e trajton më mirë. Dhe çfarë thotë? Nëse thotë nuk i është fal namazi, atëherë thotë ja falim namazin. Edhe nëse nuk është. Bile do të varri shkohet, lejohet me shku me ja fal namazin e xhenazës nëse nuk i është fal. Bukur. Atëherë veprojnë siç vepruan në këtë mesele me Nexhashiun. Pra i falet namazi, ama nëse i është falur, atëherë s'ka më obligim për muslimanët falja e asaj xhenaze. Ky është mendimi i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Vllazni. Çush edhe një herë, nëse Jo, mundesh, ditë tjetër. Po, s'ke marrë vesh. Për shembull ditën tjetër ke marrë vesh, edhe nuk ka problem. Pastaj tjetra çka është? Një transmetim i fjalës së Imam Ahmedit të saktuar nga Ibn Kaimi me librin e tij El Huda, në librin e tij thuhet se në kohën e pejgamberit alayhis salam vdiqën shumë prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, e xhenazat e tyre ishin të pranishme. Megjithë këtë s'ka ndonjë argument që të vërtetoj se i dërguari i Allahut ja këtë falur namazin e xhenazës ndonjërit prej tyre. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah transmeton se Imam Ahmedi ka thënë, nëse vdes një burr i devotshëm, atëherë i falet namazi, nëse nuk është i pranishëm, argument është çështja e Nexhashiut. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thotë nëse është burr i madh, apo edhe nuk është fal namazi, lejohet m'ia fal. Ndërsa nuk është transmetuar se disa prej sahabëve të cilët nuk është fal namazi, nuk ja ka fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mos prezencë. E tash ç'ky dallim, edhe ç'ky çështje, apo kupton? Ç'ky çështje ka bërë që disa prej dietarëve me thonë, tash lind çështja tjetër. Nëse një dietar i të madh apo një prisi të madh të muslimanëve që ka qenë i drejtë me muslimanët, ka luftu fi sebilillah, ka qenë mashallah. Edhe çfarë këtij personi është fal namazi. Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Sadi, disa prej Ibn Kaimi, edhe Sheikh Sadi realisht, Abdurrahman as-Sadi, thot që lejohet m'ia fal edhe një herë. Sheikh Albani e ka mendimin që nëse i është falur, pse m'ia fal edhe një herë? Dhe unë ç't mendim e qita në Facebook para një kohe. Ç't mendim që thash, nëse i është falur namazi një dietarit të caktuar, apo me gjithë respektin, është dietar, më thon pa marr parasysh, edhe i është fal prej muslimanëve. Tash nëse ti qosh edhe një herë këtu, unë mbaj qëndrimin që kjo është bidat.
Edhe tash, a është e drejt vllazni, mu qut dikush edhe me të thonë, ti po i akuzon ulemat si bidatxhi, pse po thunë është kjo bidat. Nuk është e drejtja, vallahi. Nuk është e drejtja. Sepse i bie, si pas tyre, i bie që unë, Sheikh Ibn Bazin e kom bo bidatxhi tash. Unë, komisionin e fetvave e kom bo bidatxhi. Zdo me thonë kjo kështu. Po jo, se kjo është meseli ijtihadie. Do me thonë, Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Uthejmini, ky e ka mendimin kështu. Ky tjetër e ka që është brenda rrethit tek Sunetit. Por se unë e kom binin që është bidat. E te, çfarë e ki mendimin? Jo, thot, unë e kom mendimin që lejohet, aleikum salam. Unë e kom mendimin që lejohet me këto argumente dhe kështu i kum kuptu në argumentet. Nuk është e drejtë me akuzo. Sepse Sheikh Albani, për shembull, vllazni, e ka mendimin që mas ngritjes nga rukuja, mi lidh duart edhe një herë është bidat. S'po dia i ke pa adna. Domethënë, semi Allahu liman hamida edhe një herë mi lidh. Pastaj Allahu Ekber me ra. Po, edhe në Saudi, e ki pa ndoshta numre që ke. Tash, Sheikh Albani thot, mas rukus mu ngrit, mi lidh durt, a ka argument specifik? Jo. Sheikh Uthejmini, Sheikh Ibn Bazi, çfarë argumenti marrin? Me argumentin e përgjithshëm. Çfarë thonë? Thonë që pejgamberi sa kur ka qenë në qiyam, në qëndrim kështu, ku i ka pas durt? A peshini, pyetjen. Pejgamberi alayhis salam kur ka qenë në komë, çështu, ku i ka pas durt? A i ka pas të shtrira, a i ka pas të lidhur? Lidhur i ka pas. Allahu Ekber edhe të lidhur, apo? Bukur. E njëjta gjë thotë që mas rukus pejgamberi sa ka qenë në qiyam, se normalisht mas rukus duhet mu drejtu, apo? Atër drejtimi çka i bjerë? Duhet mi lidh. Jo, Sheikh Albani thotë duhet argument shtesë për këtë lidhje. Argumenti fillim që është për lidhje ka aty, në rregull jemi. Ama që ky mas rukus s'ka argument. Edhe thotë çka i thotë? Sheikh Albani hala marron çka. Ky thotë është bidati Saudis. Edhe tash ti nëse e morish këtë mendim bidati Saudis, edhe kur të vjen aty i thosh Sheikh Ibn Bazi bidatxhi, Sheikh Uthejmini bidatxhi. Kërkush thotë kështu. Po nuk mirët kështu. Të lutna. Dhe me thonë, nuk shkën kjo punë kështu. Edhe zbën një talebe me menu kështu. Sepse jënë çështje khilafie në mesin e ulemave, fakihve të mëdhenj. Kjo është bidat, kjo është sunet. Paramendon një rast thuhet, një pyetje realisht po ja bojnë Sheikh Uthejminit i thonë, Sheikh e kum lexu që në libër forma e namazit është për qëllim Sheikh Albani, po pa emën. Thotë e kum lexu që lidhja e durve pas rukuz është bidat. Semi Allahu liman hamida, mi lidh durt, është bidat. Sheikh Uthejmini thotë, jo, kjo është fjalë e rëndë, përkundrazi është sunet. Çfarë më thonë dash? Hajde, çfarë më thonë? Allame, Sheikh Uthejmini. Allamet njëri u konë. Po dhe Sheikh Albani allamet njëri. Sheikh Uthejmini për shembull për tespit thotë për pleqt, nëse janë pleqt, apo nëse janë pleqt, thotë lejohet tespit mi përdor. Sheikh Albani çka thot? Çka thot Sheikh Albani? Unë pju kallëzoj mendimet e dy palëve edhe ju vendosni vet. Edhe mos bëni fanatizëm dhe asni mendimi. Sheikh Uthejmini thot, argumentin a di çka e ka? Thot, nëse është plak, thot lejohet se i ngatrohet, po më mirë është me gishta, në rregull. Sheikh Albani çka thot? Thot i mjafton muslimanëve që tesbihu bo sebeb me largu një sunet pejgamberit alayhis salam bërin e dhikrit me gishta. Apshe që fjallë? Atëherë? Po ta mshil rrugën. A pe kuptane? Po ta mshil rrugën. Dhe në ti po bosh sebeb që mu largu një sunet. Sepse xhamiat po mbushen me, se në çdo xhami na kemi pleq. Atëherë ti po bosh sebeb që një sunet mu largu. Largimi një suneti e sjell bidatin. Po bukur, kur na themi kështu, a do të thot që bidatxhi është Sheikh Uthejmini? Hasha, Allah na ruaj. Nuk mirën senet kështu. Kështu senet nuk mirën. Pastaj thot, çka përfitojmë thot nga ky hadith, nga hadithet?
Thot ligjësimin e namazit gjenazës pasi është ndërmjetësim, lutje për prej vëllezërve të tij namazlinje, ligjësimi i namazit gjenazës së papranishmëve, namazi gjenazës të papranishmëve kryhet në vendin e faljes së bajrameve kur ka shumë njerëz, apo më fal. Namazi gjenazës përmban 4 tekbire, gjitha këto, dhënia haberit të vdekjes, lejohet me bo, haberin e vdekjes më ju tregu me telefon me ku e diun anikni, po jo me dal sikur te na që thënë me dal në për ka qenë salla që i thënë, po salavat, ku e diun çka bëjnë aty, emri biri filonit, fistekit në për katunde ka qenë, kjo ka ekzistuar. Edhe në qytet më duket më herët po e kanë heqë, që tash elhamdulillah. Pse vllazni po ikën bidatet? Sepse ti edhe unë po qëndron sunet. Ti edhe unë po qëndron sunet. Nëse ti dhe unë qëndron sunet, fuqishëm, për kundër sulmeve që i ki, me kalimin e kohës edhe ata kanë më ndryshu. Edhe ata kanë më ndryshu. Ama nëse ti dhe unë lëshën pe, ata kur s'kanë më ndryshu. Qashtu, vazhdojnë. Nëse ti ku qëkën gjami, e praktikon një sunet. Nuk shon me bo dhuna ti me piskat me bërdit, sunet, bidat gji, bidat, anik, ni, me bo fesat në gjami, jo. E praktikon sunetin. Praktikon sunetin, ka dole. E merë një vëllai jashtëçarran, kada ka dole. Mos me pas konflikte direkte me imam. Se dhe imam të kanë një hierarki, e kanë një pozitë caktuar, nuk është e lehtë 5-600 vjet më bën një bidat e pastaj për një herë më hek, nuk është e lehtë. Kada ka dole shkon kjo punë. Me bo sabër duhet. Mos me pas direkt, domethënë, konflikte me imam, me muezin, me ku e diun. Sepse siç thash, e kanë një hierarki, kada ka dole. Duke edhe imami, edhe hoxha, edhe muezini, kur ti sheh për shembull xhamatin që praktikojnë sunetin, apo pi largon bidateve, vetë edhe imami ka mihik. Se xhamati pe lyp. Qysho xhamati është edhe imami. Qysho populli është edhe udhëheci. Pastaj thot hadithi 154 dhe po e përfundojmë, Ibn Abbas radhiyallahu anhu transmeton dhe thot, profeti u fal pranë një varri pasi u varrosi vdekuri dha tekbir 4 herë. Se si është fal namazi, ja ka fal Muhamedi s.a.s. tek varri, thot kuptimi i përgjithshëm i hadithit, profetit a.s. i është dhuruar natyra e moralit pastër, mëshira, butësia, sapo të mungonte ndonjë nga shokët me njerë pyeste dhe interesoi për gjendjen e tij. Si e shihte që nuk është në xhami, nuk po vjen, për njerë e thirrte subhanallah. E thirrte me telefonën e këqëve. S'ka pas telefon atërë. E thirrte. Se thash e thirrte. E thirrte, i qënë të lajmë. Ku është filoni apo fisteki? Dho interesante. Kështu ishte i mshirshëm për xhamatin e vet, apo. Po tash për kundrazi ti, tash ka ardhur ku a keqe me bë me pyet ku je, thot po më thirr hoxha nders, për çata e ka gojlën. S'ki tash çushmia si. Jahudit po, subhanallah, Allah është problem. Çdo ditë ja ka qit jahudia përpara bërllogin ja ka qit. Para shtëpisë pejgamberit sa. Një ditë s'pja qet. Edhe pejgamberi sa pe gjyrë dhe s'ma ka qit ky bërllogin, ka diçka i shkreti. Pa drejtësi po subhanallah. Sa më shesh. Edhe po shkon të viziton për pranën islamin. Çfarë thje madhe. Allah larg jemi na vallahi, larg. Ja, me neve ku të na kap ajo nervoza se ani hupim krejt me asë. Allah na falt. Thot, pastaj thot, pyeti profeti alayhis salatu wassalam për të vdekurin e një varri dhe e informuan dhe pastaj, domethënë shkoi dhe ja fali xhenazën. Çka përfitojmë nga ky hadith, ligjësimin e namazit pranvarit. Nuk japim rëndësi fare atyre që ndalojnë pasi kundërshtojnë pa argument. Disa dietarë thonë se ky namaz falet edhe nëse i vdekuri ka me muaj që ka vdekur, Adnan. Me muaj nëse ka vdekur, nëse nuk i është fal, lejohet me ia fal me lenin Allah subhanahu wa taala. Namazi pranvarit është si namazi me xhenazë përpara. Sepse a di ku ka ndodhur problemi tek dietarët? Se ka fal kërkosh, ç'kjo është? A di ku ndodhur problemi? Sepse hadithet kanë ardhur që nuk lejohet me fal namaz në varë, apo? E tash qysh po folti në varë? Po ti s'ka sejdë, s'ka ruku te namazi i xhenazës. A ka sejdë? A ka ruku? S'ka. Veç falesh, drejtim të varrit falesh, apo? Nuk lejohet Sheikh Albani e ka ngrit si probleme ka ngrit në Saudi për shembull, në Qabe.
që gjenazit I kia aty e këta falin namaz me sejdë. Që aty thot problem është kjo. Që I qesin aty. Është hadith që nuk bën për me lexu Kur'an Edhe në për varreza, po, mos I shndroni shtëpia tuaj në varreza, me një shtëpi ku lexohet surja Bekar. morëm këto kur Ka argument specifik. konsiderojmë që është namaz me elham. Qëre, kjo specifike, Habib, e nxjerr nga të qenë, jo nuk e nxjerr nga të qenurit haram që është I përgjithshëm që leximi I varreza nuk lejohet. Tash nëse një bëhet, nuk do të thonë që lejohet tjerat. Apo? Për shembull, se disa që kanë marrë çështjen e defit. Defi a lejohet ndarsëm? Po. Hajde Adnan në për darsma ti marrën defet tash. Çfarë kushte? Pa çampare? Kushte pa çampare. Po mira, që pa çampare po të jap ty. Ja, mu jo, s'kone, ja, aty në Po jo që a lejohet defi. Po në esencë po. Po? Amo për mua jo. Për burrat jo. E për burrat jo, e që kjo është. Dhe më thonë, a peshe, se a I ta mërë ty argumentin, qëkar thot? Thot që defi lejohet në islam. Pa çampare. Mirë po, është e specifikume për çka? Për gratë. E çka bëjnë I laistat? E marrin defin, bëjnë I lahi, edhe thënë çfarë? Defi është I lejuar. Po defi I lejuar për gra është, o mashkull. Mashkulli nuk del aty mu drith, sikur femnat në mesveti kur dalin me def aty. Pas është nuk ka era mashkull nuk I vjen aty. Mashkulli ku të ec tamam kështu. Jo sikur gratë me dalë aty mu zbukuru mu, që në mesin e grave lejohet me ksy ato. E farë më burri me dalë me ksy. Ama burra grama, kur t'ja bëjnë me dorë kështu. Nuk ka tradite jonja kjo, Allah. Nuk ka. Po të dhomin syt kur pishojsh këto sene, seriozisht. Aza që jemi mësu, subhanallah, edhe më për na dokën diçysh subishe me sy apo kupton. Deri në takimin e radhës me qefinin. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.